Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë me emrin e Allahut të Madhreshëm, e përshëndesim e i quajmë shumë të fala Muhamedit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij, gjithë muslimanëve, gjithë profetëve, madje gjithë njerëzve të mirë që ekzistojnë këtë botë, lutemi të gjithë të udhëzohen rrugën e vërtetë. Tre gabime që rrëzuan qytetërimin islam, ose ishin ndër shkaqet që u rrënua qytetërimi islam dhe pse po përsëriten sot. Të njëjtat sëmundje që rrëzuan ose quan në rrëzimin e qytetërimit islam dje, po e damtojnë mendimin islam edhe sot. Nuk është qëllimi im ta vajtoj historinë, se me thonë të vajtoj të kaluarën, por qëllimi im është që t'i marrim mësimet dhe mos të gabojmë aty ku gabuam. Vëllezër dhe motra, siç e dini, qytetërimi islam kishte 3 veçori kryesore që e bëjnë atë një nga qytetërimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Ishte qytetërim shumë i shpejt në shtrirjen gjeografike, kishte ndikim shumë të thellë shpirtëror tek njerëzit dhe mbështetej drejt për drejt në burimet fetare, pra në burimet islame në këtë rast. Megjithatë, pavarësisht këtyre përparësive të mëdha të këtij qytetërimi, ky qytetërim nuk arriti të ruaj për një kohë të gjatë nivelin e lartë të prodhimit cilësor. Mendimtari marokjan, Dr. El-Muqri Ebu Zeid, kur analizon rënien e këtij qytetërimi, arsyen ose shkakun e kthen te mendja muslimane. Sipas tij, në një moment historik, kjo mendje pushoi së qenit mendje prodhuese dhe krijuese, dhe u shndrua në mendje mbrojtëse, e mbyllur dhe e friksuar nga çdo gjë, veçanërisht duke u friguar kohës. Shumë studios serioz e kufizojnë fazën më të ndritshme të qytetërimit islam në 5 shekujt e parë, dhe shpesh e quajnë shekujt e ndriçimit. Pas tyre fillon rënja graduale, pa ndonjë tronditje të menjëhershme, derisa arrin kulmin në shekullin dikon rreth shekullit 13 Hijri, që i bie dikon rreth shekullit 18 ose 19 në kalendarin gregorian. Kjo vërteton idenë e El-Muqri Ebu Zeidit se qytetërimet bien shumë përpara, shumë më herët se sa kur vjen momenti të bien politikisht, pikërisht kur deformohet mënyra të menduarit. Le të shohim bashkë këto 3 probleme që ndodhen në të kaluarën dhe le të analizojmë a vazhdojnë të jenë probleme në shoqëritë tona muslimane sot. Kjo do të ishte arsyeja kryesore që më shtyu të diskutoj me juve këtë temë. Sipas këtij mendimtari, mbyllja sektare dhe fanatizmi juridik medhebor është arsyeja e parë e cila e damtoi seriozisht qytetërimin islam. Mezhebi, që fillimisht ishte një mjet metodologjik, ishte një, si me thënë, mekanizëm përmes cilit kuptohej teksti fetar, ky mekanizëm u shndrua gradualisht në identitet përjashtues. Pra, ky bëhet feja tani. Jo feja ajo që e njohim, mezhebi bëhet fe. Mendimet e tjera filluan të refuzohen dhe dallimi mes mezhebeve u kthye në armiqësi. Këtë gjendje më së miri e përshkruan udhëtari i famshëm Ibn Batuta, i cili tregon se kur ka shkuar në Çabe në kohën e tij, ka gjetë 4 grupe besimtarëve që faleshin secilin një kënd të ndryshëm të Çabës, secili sipas mezhebit vet. Ky realitet nuk tregon pasuri të mendimit, por fragmentim të mendjes islame. Kjo mbryllje prodhoi fetva absurde, qëndrime fetare absurde, deri në përjashtimin e martesave mes muslimanëve vetëm për shkak të përkatësisë juridike. Hanefia s'bën mu martu me Shafin, Malikia nuk bën me hi në varrezat të Hambelive e ngjajshëm. Domethënë, përkatësia ndaj islamit u copëzua. Nuk ke më një lojalitet të plot ndaj islamit, po më kena përkatësi ndaj copëzave të caktuara. Dhe kjo tërësi islame
u zavendësua me etiketime. Maliki, Shafi, Hambeli, Sufi, Selefi e ngjajshëm. Madje, edhe pas vdekjes vazhdonte përçarja, duke ndarë varrezat sipas medhhebit. Prandaj, vedia e umetit u shua dhe u zavendësua me vedijet e sektit, të medhhebit, dhe kulmi i të keqes ishte rikthimi i frymës fisnore, kur njeriu ka më tepër përkatësi ndaj fisit se sa ndaj umetit. Kjo arsye e prodhon automatikisht arsyen tjetër të rënjes, që është ngërçi intelektual dhe mbyllja mendjes. Një arsye tjetër thelbësore për rënjen e qytetërimit islam është ngërçi intelektual, që vazhdojmë ta kemi edhe sot. Djegja e librave dhe përndjekja e dietarëve, si veprat e Gazalit, Imam Gazalit në Marok, apo librat e Ibn Xhauziut në Bagdad, ishin shenja të qarta të një krize të thellë, kur një shoqëri fillon të djeg librat e veta, ajo në fakt po lufton mendimin kritik. E mua më kujtohet që mas lufte kemi pas fetar që kanë porosit dhe kanë vepru se duhet t'i djegin librat e Kardavit. Në këtë periudhë, pra në periudhën e hershme po flasim prap, kur digjeshin librat e dietarëve, ndodhi edhe një fatkeqësi që u ngatruan shkencat e sakta me besimet e kota. Kimia u përzi me alkimin, astronomia u ngatrua me astrologjin, dhe mendja humbi aftësinë për t'i dalluar, dijet në vend të besytnive. Madje ma keq se kjo, logjika u bë shkak i përçarjeve. Disa e refuzuan plotësisht nga frika se cënon fen, e të tjerët e pranuan pa asnjë kriter. Sipas El-Muqri e Buzejdit, kjo ishte humbje kriterit metodologjik, pa të cilën asnjë qytetërim nuk mund të vazhdoj të provoj. Arsyeja e tretë e rënjes ishte despotizmi në gjitha nivelet, qoftë politik, kulturor, shoqëror e të tjerë. Ky despotizëm prodhoi dhunë, frikë dhe marginalizim, veçanërisht ndaj gruas. Në emën të nderit dhe turpit, gruaja u izolua, dhe kur e krahasojmë jetën e gruas muslimane në shekujt e parë me shekujt e mëvonshëm, është një dallim i madh, është një dallim mes jetës dhe varrit. Një varr ku u mbyll më vonë në emën të nderit dhe turpit të tepruar. Kjo vërtet ishte diçka trënditse. Derisa mbulimi i fytyrës ishte një zgjedhje e lirë mes zgjedhjeve të tjera në shekujt e parë, më vonë u shndrua në formë të vetme të pranueshme, ndërsa çdo gjë tjetër u cilësua imoralitet, degenerim, madje kërcënim për jetën e burrit. Dhuna u bë metodë edukimi, shkopi u kthy në mjet pedagogjik dhe kjo u përhap në gjithë sistemin e qeverisjes dhe shoqërisë. E tash, më e keqja e gjitha këtyre, që mendoj se po vazhdon tutje, është derisa po thellohej rënja, vetdia për rënjen mungonte. Muslimanët ndiheshin moralisht superior dhe krahasoheshin me të tjerët vetëm në çështjet e besimit, jo në çështjet e dijes, jo në çështjet e punës, jo në çështjet e organizimit. Në çdo fazë ata mbeten të kënaqur me veten, e shihnin veten më të mirë se të tjerët dhe zhvilluan një farlloj ndjenje të epërsisë së rreme, një farlloj iluzioni. Ne jemi më të mirë, ne jemi besimtar, ata janë jo besimtar. Ne jemi musliman, ata janë pagan. Ata hajnë mishderi, ne nuk hajmë. Ata janë të ndotur, ne jemi të pastër. Ata kanë shturje morale dhe liri seksuale, ndërsa ne kemi drejtësi, lirësi dhe një rrepësi, strikte në çështjet e nderit.
Edhe në kulmin e fuqisë së Perëndisë Osmane ishte pothuajse i njëjti problem. Rënia kishte filluar, por nuk kuptohej, pa u kuptuar. Siç e shpjegon doktor Muhammed Mahmud Safat, potenciali qytetërus ndërtohet me shekuj, por kur humb, rënia vjen gradualisht. Ndërkohë që Evropa përkthente dhe zhvillonte dijet islame, bota islame filloi të refuzonte observatorët, shtypshkronjen, risit teknike, duke i quajtur bidate dhe herezi ose dalje prej feje. E gjithë kjo ishte rezultat i një procesi të gjatë, mbyllje mendjes, mbyllje ijtihadit, mbyllje sektare, mbyllje mezhebore, mbyllje xhamatore, fanatizëm, dhunë, frikë nga koha, frikë nga bidatet, frikë nga çdo gjë që mund të na vijë nga të tjerët. Kjo krejt në fund të prodhon imitimin e verbër. Në fund, nëse këto shkaqe nuk kuptohen sot, nuk diskutohen sot, nuk i hapim gjoksat dhe mendit me i pa, historia rrezikon të përsëritet. Sepse e njëjta smundje që rrëzoi qytetërimin islam dje, po e dëmton mendimin islam edhe sot. E di që dikush mund të më shpallë të dalur nga feja, e di që dikush ka me vazhdu mos me i pa këto probleme, edhe ka me i dhon vetit anestezion duke pa veten si superior ndaj krejt botës, por unë besoj gjithashtu që dikush ka me i pa këto defekte, edhe ka me marr masa, edhe ka me u kthjell, edhe ka me trajtu ndryshe fetarin, besimin dhe gjitha angazhimet e tij në jetën e tij. Faleminderit shumë, selam aleikum.